një mall për mallin karburant, janë për të gjitha janë të rritura. Po me to jemi mësuar dhe ne tashti kemi hallin e asaj që rritet në fund. Për sa i përket çmimeve të karburantit, unë them një gjë dhe e kam thënë, po të shikosh buxhetin e familjeve shqiptare, familja shqiptare është gati të sakrifikojë për shëndetin, për turizmin, për edukimin, për kulturën tërë me radhë, dhe i hedh parat tek karburanti kryesisht edhe tek ushqimet. Pse? Sepse makina, automjeti është shumë i domosdoshëm. Sa i përket mekanizmit të ruajtjes çmimeve, unë jam me atë që ka bërë Europa. Çfarë ka bërë Europa? Europa ka thënë, u rrit çmimi i karburanteve, shumë bukur. Kemi taksat aty që merr qeveria, po i merr me përqindje, që do të thotë, sikur çmimi të rritet, ta zëm taksat përbëjnë 10-15% në atë çmim, në vleft absolute, paraja që të rrejë qeveria shtohet. Pse? Sepse është një përgjigje mbi një çmim më të lartë. Dhe çfarë po bën Italia, Franca dhe vendet tjera? Këtë para, këtë buxhet që e fitojnë si rezultat i rritjes së çmimit e rialokojnë në popullsi për të ulur sa më shumë atë presion. Por problemi është që ne harxojmë karburant shumë më tepër se sa nëse kjo shoqëri do ta menaxhonte ndryshe energjinë, që do të thotë, ne s'kemi tren, që do të thotë, ne s'kemi transport ujor, që do të thotë, nuk është ndërtuar e gjitha ajo infrastrukturë që do të dekurajonte përdorimin e automjetit me karburant. Edhe pa krizë. Po. Edhe pa krizë. Ne ngrohemi me energjinë më të kushtueshme në Europë, me energjinë elektrike. Të gjitha këto bëjnë që do më thënë, unë jam me këtë të paktën puna ime është që të mos shpjegoj me konjunkturën e çastit, po të them se konjunktura e çastit është një agravim i një strukture që vazhdon, apo një procesi që vazhdon në mënyrë të qëndrueshme prej kohësh, dhe ne në qeverisje nuk merremi më me këto probleme të cilat janë geostrategjike afatgjatë. Ne të gjithë hallin e kemi, çdo bëjmë në këto 4 vjet që kur të vi momenti elektoral, ne të marrim prap votat. Kjo shkatron ekonominë e një vendi. Dhe prandaj edhe në raportin e fundit për demokracinë 2026, Shqipëria u kategorizua si demokraci elektorale dhe duke e karakterizuar po ashtu si një vend që po shkon drejt kapjes së shtetit. Megjithatë, profesor, më fal të them një gjë, edhe këtu dhe një herë ti ke shumë të drejtë, këto janë këto gjëra, po unë në librat e mi dhe me qenë se citove shoqërinë piramidale, kam thënë atje që tek ne në Shqipëri nuk ka ndarje pushteti, që do të thotë që ne jetojmë në një autoritarizëm. Unë nuk pres raportin. E ke përshkruar mjaft mirë që nga shoqëria periferike deri te shoqëria piramidale dhe kur njerëzit, kur institucionet të huaja i konfirmojnë këto, unë nuk është se kam në i gëzim, po nga ana tjetër them s'pas kam gabuar. Dhe nuk keni gabuar kur për shembull mund ta keni parashikuar që brezat e ardhshëm do na fajsojnë për krizën që ata do të kenë? Patjetër. Nuk është ndërtuar një, domethënë kemi shkuar tek shoqëria piramidale, gjithsesi, në mënyrë se si po funksionohet. Atëherë politika, drejtësia dhe shoqëria në këtë skemë piramide. Atëherë, edhe këtu thash edhe një herë, unë nuk nisem nga konjunkturat, por ama përpiqem të them se si ato analiza që jam munduar të bëjmë mund të shpjegojnë konjunkturat. Duhet shpjeguar një herë se ka një debat të madh, më po ç'është SPAK-u? Është i pavarur, është i varur, është në kontrollin e kryeministrit, është në kontrollin një herë është, një herë s'është. Duhet kuptuar mirë dhe duhet thënë e vërteta siç është. Dhe vërteta siç është, jo se dua unë, po sepse janë faktet, ne harrojmë faktet. Ne harrojmë që në 2016 u bë 2016 u miratua ndryshimet kushtetuese dhe më tej ligjit organike. Mos harrojmë një gjë, që ju është thënë deputetëve shqiptar se nëse ju nuk aprovoni këtë, nesër do të vini të bisedoni pak
në ambasadë, që do të thotë se këto ndryshime kushtetuese nuk u bën me vullnetin e deputetëve shqiptarë. Ishin 140 vota të imponuara, apo jo një dëshirë? Të imponuara, dhe unë nuk po them a ishte pozitive apo negative. Kam mendimin për këtë. Dhe për mua ishte e padrejtë po pozitive. Pse e padrejtë? Pa, absolutisht. Sepse e drejta dhe pozitivja nuk shkojnë gjithmonë bashkë. Dhe po të shikosh mentalitetin tonë, kur gjykohet, ne marrim e bukura, e mira, e drejta, pozitivja janë bashkë, që sipas filozofisë së Platonit, apo të besimeve fetare, që nga njëherë dhe zoti presidenti i Republikës i përdor për të shpjeguar gazetarinë. Iftari që mbajti me gazetarë. Po nuk bëhet kjo, po nuk është kjo logjika e të arsyetuarit. Që do të thotë, unë e konsideroja një gjë pozitive, por një gjë pozitive nga pasojat, por e padrejtë. Pse? Sepse në një vend sovran, ambasadat imponohen duke i thënë pushtetarëve, deputetëve në këtë rast, që shiko, ose të votoni këtë, ose të keni probleme me ne. Po s'kishte rrugë tjetër. Pse? Sepse deputetët shqiptar kur nuk do të pranonin një organizëm juridik, anketus, hetus, që në radhë të parë do të kishte target korrupsionin brenda radhëve të tyre. E para kjo. Pra, kjo nuk diskutohet. Në atë kohë, po të shikojmë, kemi dy situata, dy qëndrime. Zoti Rama thot, në atë kohë dhe s'duhet haruar, janë të shkruar këto, i thot opozitës, bëni si doni, po këto s'janë të mia, këto janë të amerikanëve, jeni duke kundërshtuar miq tanë amerikanë. Pra, kjo ishte situata që sot harohen. Dhe opozita vajti votoi. Ç'është ndodhi? Ndodhi që zoti Rama me zgjuarsinë e vet, çfarë bëri? Përfitoi që Partia Demokratike iku dhe dorëzoi mandatet në drejtimin e Bashës. Dhe çfarë ndodhi? Ai futi në strukturat e drejtësisë së re dhe të SPAK-ut u përpoq të fuste njerëz të cilët ishin pak a shumë afër tij ose jo shumë larg tij, duke thënë që unë si kundërshtoj dot këto ndryshime kushtetuese që më imponohen, por unë çfarë do bëj? Unë do vë njerëz atje të cilët sigurisht do t'i kem një lloj kontrolli. Dhe sa kohë SPAK-u vepronte ndaj opozitës dhe ndaj krerëve të opozitës, zoti Rama fërkonte duart, duke thënë që hë për hë unë s'kam asnjë problem. Mua SPAK-u po më siguron privilegjen në fushën politike, sepse po më eliminon nga loja drejtues të opozitës, dhe unë gjithsesi këta njerëz i kam emëruar vetë nëpërmjet mekanizmave, komisioni, ku diun, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, kuvendi etj, njerëz të cilët në momentin që Basha iku nga kuvendi, i ngelën Partitë Socialiste për t'i vendosur. Dhe mbi këtë bazë ai mendoi se dhe SPAK-un e kishte në kontroll. Mirë po, unë mendoj që në llogaritë që u bën, ai ti mungonte një dhënë, cila e dhënë? E dhëna që SPAK-u në një moment caktuar nuk do kontrollohej dhe nga ai. Pse? Sepse që në origjinë aty kishte kontrollin amerikan dhe të Bashkimit Evropian. Në muajt e fundit erdhi situata që SPAK-u, i cili nuk mundet do të mendosh që 11, 15, 30 vet të bëjnë heroin në Shqipëri të vetëm ndaj pushtetit apo ndaj tërë strukturave, mund të bëhen të pavarur pse me një mbështetje nga jashtë. Dhe kjo mbështetje nga jashtë në një moment saktuar i tha zotit Rama, shiko, janë 1, 2, 3 deponime, këto të dhëna, prandaj dorëzo zvonës kryeministrin. Ai në këtë rast pa që ai SPAK-u që e kontrollonte para 3, 4, 5 vjetësh me anë të emërimeve, strukturave tërë me radhë, në një moment saktuar, erdhi tek ai. Dhe këtu filloi të thotë, po s'është kjo reforma, po s'është kjo drejtësia, po duhen bërë ndryshime. Mirë, po këtu filloi në një situatë të vjet, një situatë vështirë, pse? Sepse ato ndryshime dhe ato standarde kushtetuese i kishte pranuar diku.
Dhe tashti ai me ato që bën për të thënë që do i kthejmë këtij ligji e tjerë me radhë, duke shtuar imunitetin e pushtetarëve tërë me radhë, Europa i konsideron si një kthim mbrapa. Kjo është situata. Pra, nuk është fjala këtu për të thënë Spaku dhe qeveria cilë ka drejt, tu është fjala për të dhënë një përgjigje pyetjes jo pse, po si. Dhe sia në filozofi, në logjik sociale dhe në sociologji është e tillë që shpjegohet me anë të dinamikës, me anë të historikut. Dhe çfarë ishin ndryshimet në qeveri që pasuan këtë situatë, që shoqëruan këtë situatë? Këto ishin thjesht, këto ishin ndryshime që zoti Rama ta lëviste, ta shkarkonte zonjën Balluku, siç e kërkonin në nën tekst edhe kërkesat e Spakut, po ta shkarkonte në atë mënyrë që të mos thoshte shkarkova nga ju, po në fakt bën shkarkimin. Si e bën shkarkimin? Duke ndryshuar gjithë qeverinë edhe duke e hequr atë. Pra, me